një rraf 700 copa, në rrugës për mi boni mi copa që... Sa ki pasuri me dele? 250.000 euro liresht të thonë kështu patu. Mund me konë edhe ma shumë, me thonë. 300.000 euro, po në desh ta mu tregu pak ma modeste. Pasuri ko sa dush. Familjarisht merë me to. Kjo është ajo motra jam që i ka mjell 1.000 copa dhe 1.000 halasot, është veç 16 vjeqare. Ka qere me mjell ka shumë dele, a lodhësh në hera? Jo, s'lodhën, kur lodhësh u mund është më ullë, më shuk të lajta. Bëj me qefjet, unë në kom qefni një vlavit, babet, mamit, krejtve. E fejum është, o më kur të martohet, këna me shti burrin e vetë, më orë në lajnë e punu. Edhe kjo e vogët, sa vjeqare i? Tja, ke mjell të dhena i herë. A veç motrës tonë të modhe e ke lodhë? Veç motrës e kom lodhë që në alas dimi mjell, e ja kom lodhë motrës. Se 100 kinja bëjnë 20.000 euro. Unë në kurbana kur shesh, pa shitum në gjithë kur s'une shet para me. Jo, si ta shot delën të jetë, e di janë smut, plak, 10.000 euro dash, ku ka dash? E livdojt i gjo që ka që më përëndim, kur të vinë pare s'ka t'ja, ki pa t'jashtë, kur vinë një kafe s'ta që. Përshëndetje miqtë e mi dashur premier laureatës. Unë sot kam ardhë në bjeshkët e Sharrit, saktësisht te gropa e Shehit. Këtu kam ardhë të stonet e familjes Shamtiri, cilat kena me vizitu, kena me nis ditën me ta me po se qysh nis dita e një familje që 3 muj dit i ka lënë do me thonë bjeshk këtu, kryesisht me dhen, edhe hajdini me mu, kena me bisedu me djalin e familjes Granitin, hajdini me mu të shkojmë të shohim stonin e tyre, jetesën aty, edhe t'i shohim dhend, hajdini. E tash t'je me Granitin, i cili ka me na fol pak ma shumë për jetën bjeshk edhe të njëjtën kohë për punën që din me bo mas miri. Gjithë shka që ka të bëj me dhen. Granit ma fori po du me të përshëndet dhe me të pyt qëshje. Mirë, alhamdulillah. Qësh po kalon? Mirë, qështu si bjeshk me dhen. Apo të rrihet, qësh po ecin ditët e juja këto për shkak se tash sa muj ditë keni me qëndru kështu me dhen këto? Po zakonisht në rrinja 3 muj e gjys dhe në 4 muj. Okej, do më ho 3 muj e gjys dhe në 4 muj pikrisht në këtë vend, ku s'bojnë as vol të internetit, as nuk ka shtëpia, as nuk ka kur gjo krejt bjeshk fush. Qësh e përshkruan jetën këto Granit? Këtu me një fjallë është jeta si me konë gjenet, mu knasë. Shetë son telefoni, ki kujtë rahat. Ma mirë s'ka. Unë dëgjova që me familje do me thonë vini këto krejt, edhe familje e mësu me këtë stil jetese do me thonë. Po, këtu zakonisht me familje rri, dhe sot janë nisin shkollat, shqiri që njive dojë në për shkollë për mësë me hu. Po zakonisht 2 muj ditë edhe familja komplet rrina këtu krejt. Granit, apo më full pak për dhend, që so ku mirë është ti me dhend, për cilës mosh, ti sa dje 20 vjeqar,
edhe ke vendos me u mirë me tu. Me trashëgu pak edhe prej familjes, po besoj. Po, do me thonë babe, babgjyshe, stërgjysht jena merë me to, edhe ne mas tynve kismet te në fund. Po me dhenë, alhamdulillah mire kjena njerë që shtu zdojna me në shuhish, zdojna me hypë ma për vjetë e manel, kismet desat në ka shkru zotin me to. Delja është një melaçe me këshyrë, s'ka ma mirë. Kështu po shok gjash shumë, edhe doj pota atje push, apo më tregon sa copa i ki gjithse, i sa krejrë dele i ki. Për momentin një rraf 700 copa, dhe I numër shumë i madhë. Së është edhe shumë i madhë, mund me fa salja ma shumë, po Ti në intervistën e kalume më ke thonë që do me që numërin dejnë sa copa? Dej 1000 copa, kom thonë. Dej 1000 copa, a ja saj rrugë, apo nuk po mundi nashta se nuk e dita shumë e menoj që dojnë këgja shumë kujdes edhe tu? Punë dojnë, se këto për pushim kom kallzu që pushim as ndej as dorsën, po kaj herë po duhet. Po, në rrugës për mi bo 1000 copa, që 800 copa janë bo, se kur keni ardhë herën e kaluam janë kom 500, tash janë 800, këto e që kojnë pushtu. Keni shtu, plus ke festa e Kurban Bajramit, a shetet heq kurbana? Mirë, alhamdulillah, mirë, edhe si vjetë mirë ka shku, ka dash zoti. Keni shku, do me thonë, a i ke shit krejt që a i ke posë në shitja? Që ato shka janë koni në shit krejt. I keni shit krejt. Granit, fillimisht të jena në cilën bjeshk, nëse mund është me nga të jena në bjeshk të sharrit, në grop të shehit që i tojnë, po do e njojnë si sheru. Okej, do me thonë, a e rok Ristelica ju? Po e rok. E rok pak edhe Ristelica. Ti hera por, apo ma të regën herën tonë e të por kur ke ardhë në bjeshk? Po këshyre, hera por është pak ma zërë se desa të mbjatu është me venin sene. Se këto është natyrë tjetër, është... A mon me në heqa nështë ta ke qenë shumë i vogël, që shtu ka dukë për herë të parë? I moj me në pak do sene për herë të parë, kër kom ardhë isha ditën e parë që kom ardhë. Ishke mjegull, ftoft, shi, batë në zonë që shtu që edhën, të menu që është si gjithë, si në për fush, në për qytet, basar me shorë, ka pas zonë i farë brejshën, nëse dikush e ka përjetu, shumica besoj e kanë përjetu, ato me të në zonë brejshën, me thonë majic shka të bënë, e mu në qatë ditë e kom përjetu ditën e parë. Po është edhe një farë lezeti edhe kur të nëzajnë. A tu gërdit hit që mës me dosht më me ardha ju? Jo. Jo, a do më thonë... Merna me këtë punë, unë e kom marak, e kom natyrën shumë qef. Me mujtë që thojnë ata, veç në natyrë kësha najtë, po këtu është pak në sezon të verës, po, amo dimrit është problem se bjen borë shumë. Edhe du të me qenë këgja adhuru si bjeshkës e i molit për me zgjedh, me u merë, do më thot ti si ri 20 vjeqar për dhe i sa mosha jote në merët me sane krejt tjera, ti ke zgjedh me ju përkushtu edhe me ja trashëgu zanatin e të porve tu. Pse vendose me bo këtë sanë në Granit? Qëret, ashtë kjo punë shkon me marak. Unë i kom marak të dhend. Jom su, jom rrit me to, s'moj të qysh. Kjo është mu knaqë, po se cilë e ka punën e vetë, aje ka të vetën, se cilë me knaqësi. Po unë e kom marak, që do mos dhend i du shumë, edhe të qend i kom marak. A ke para mendu na i her jetën pa to, Granit? Jo. A mendon a i ditë mu qu, edhe mos me umerë në është ta me këtë punë, edhe për thëmë kështu kushtimisht me i shqit krejt? Me atë menim si më shu kur, as nuk ishala do zoti kur nuk qona, se kom njetë mi shqit, për deri sa kom ta katë, kom i majtë të gjithë. Do me thotë se ti menën me i? Synimi jem njetë. Unë që më bjeshk me shu, ish jëm dalë për qef, as jëm dalë me fitu, as kur gjo. Apo më tregon çfarë qenjen këta edhe sot copa i ki, apo më tregon që a i rujnë delet, a i sulmujnë njerës, që është funksionante? Këta janë qenë shkot, i lirë autoktonë shqiptarëve, janë qenë dhenve, janë qenë që i rujnë dhenë, shkojnë masujshme, masket, po për njerës nuk i kom tejgo, janë që pëshu ishe lajet i ki ofër 11 qenë me veti, asë njo nuk bënë sulem, janë krejtë për dhenë. Tash ti bjeshka sa do e mirë, sa do të knoqët syri, i ka dhe vështirësit e veta, tash dorën zemër. Apo më tregon pak cilat janë vështirësit ma të mdoja ose sfidat ma të mdoja të kjo punë, Granit? Sfidat ma të mdoja për momentin jo për shambull që s'ki punëtorë.
këto lypin për shembull mu miel pak më shumë. Çaj është. Po, do me thonë s'ki punëtor, po thu që s'ka t'interesu me u merë me këtë lami. S'ka, se ju do këtë pak zërë, po për menim tem këto kanë 1 orë në sabah për më miel, 1 orë në akşam, ton ditën ki me shku me to. Këtu nuk ki as me thonë që po mi hanë ljullat, që po mi hanë ato në shëj, vla, vishë rriju qështu, ona shkëshyri, s'kan shka me vo. Do me Vish me thonë, këshyr, mës me t'hup në jo, mës me t'a hongre ukja në i sen tjetës. ky vend ku jem tash, a ka sulme prej ojshve, ose prej arushave, qka janë është pak më... Po, elhamdulillah që një 2 vjetë s'kena sulmas për arushava, s'përgjojsh, edhe Marat s'kena pos, po para një 2 vjetë e kena pos një arush. Ka bo dëm vene, po. Ta është jo, do me thonë që sa jena këtu, elhamdulillah kur s'kena pos dëm për i, sidomos për i ujqe. Si i kom qenë, shqyqyr. Do me thonë qenë të neutralizojnë situatën edhe nuk i lojnë me depërtut e dele. E morin kontrol. So ka qenë është anaj dëm, qoftë edhe viteve të mahershme, që sa dele ju kanë shku pe thëmë kështu poshtë prej sulmeve të ujqve? Te one për shembull një herë veç ka hi arusha, ka bo dëm që ka dashtë me vo për ajti. S'po duas me thonë që ka që po, ka bo dëm. Ka bo dëm, Se arush, si shka i bojnë. Edhe ma tregove një rast që në ashta nuk e dija, po do me përmenë se mu do shumë interesant, unë personalisht nuk e kom ditë në që ato prindët, që shi ka dollë arusha në ashta edhe... Po, në ka pas ndollë njerë arusha, ka pas orështë që dollëm në kështë hajtë mi qyrë qenë, i ka pas roba bëstem me dollë ball për ball me arushën. Ja ka pas morë me zoa, me frime, me kaj. E ka atë efekt arusha edhe më the që për një ku do me thosë s'muj ka as me full për shkak të kontakti drejt për drejt me arushën. Drejt për drejt me arushën, s'ka mujt me full, shumica e tim. Po, a ka pos në ashta mendime pastaj me lon këtë farë punë e krejt, a ka tut në që ato stoza ju? Ja, ato sajnë e së ndolli me në tutën veç zotit nëllë, isha i kur nga ka shku shvirti me në morë në merë. E ty dishta me të pytë, në i rast personalisht atë ka ndodhë? Kom ka pas ndodhë, kjo më t'ju, po një rija, atër më ka pas ndodhë, isha me Kingja, atër i isha Kingjat, se tasht më shumë në për Livalle, në për Pojata, po mbja me nejt. Kam pas ndodhë mi poshtat arusha rafsh, më ka pas ndodhë, është që atje, një ven isha në Kodër, të pe i bjeshkës të Karabit, i thojnë anë është një rrugë shkojnë kjerat, ka pas ndodhë 7 ujë që renë mi po, do me thonë e kom pas port, jem kon 3 ujë të najt, kita tha dvojt e renë, du hez, po. Do me thë 7 ujë që të një 7 ujë që renë. E qa bone, a i qa bone për shkik të... S'ki nevoj me ikë, ka me voj. Do me thë dhe mi ikë të këshë në zo. Kur ta kanë shkruaj me të një ikë, në zanë bën shka dënë, se ju shpejtësi ka. Po elhamdulillah jo. Po jo, do me thonë nuk të sulmoj, ose diçka ujë që ta sulmoj. Njerin kështu, për kureshtje? Po e sulmoj. Ka raste që kanë sulmoj. Okej, do me thonë ka raste që edhe sulmojnë edhe me kona ashtu krejt tegër. Dele the i ki rreth 800 copa dhi, a ki? Po i kom edhe 7 copa dhi. Ato i mojnë për qef, a? Ato i mojnë për qef, i mojnë edhe për tamull që thojnë tam lidhive shnosh disa smuje, kur t'lyp në i kush në jo i smutja ja. Po zakonisht i mojnë edhe ma shumë për lajnë, kur është zheg, dhejt hecin ma shumë se lajnë, se se kam problem zhegi. Po a i prin deleve po thua? Po, edhe në shkojnë mas dhive, e mësuk, do t'mijat janë të mësume. Po përshkak se edhe dhia kështu e dëm pak edhe terenin ma me vështirësi për dallim deles. Moti që shmerë këto? Po shë dhe atje qa ka? Një vetur për shë? Po atje në të pjesa Shqipnijës. Do me thonë ka stone edhe andej që merën do me thonë dhe me blektori edhe me bujtësi. Po e kena vesh një stanë që të vish një kojshi e kena edhe i ka me që aty. Do me thonë? Do me thonë na jena 3 stone, në qitë rrethin jena vesh që kjo është i Shqipnijës, është Abir Doda edhe na. Do me thonë këtu në krejt në këtë pjesë, për thonë kështu, në këtë bjesh, jeni rreth 3 stone. Aj që një mirë kështu a përzien delet, atakoheni kur i qëtë një lëndin bashka? Jo, zakonisht nuk na përzien, se i kena terin atë e damë. Qysh njeri vendosë në këtë epokën e rjetëve sociale, e nështë gjithë shka ka ndryshu qysh vendosë sarë me u merë me këtë pjesë. Me pjesën e blektorisë. Epoka e rjetët sociale është për gjithë kënë, pa morë parasysh me qëfar punë e merë. Unë e merë në edhe vetë me TikTok.
Okej. Pastaj, në video personale, pastaj edhe të punës që e bëj, se kom problem. Po, unë jam fokusu në to dhe me që të punë ka më mirë dhe i sa des, kjo smet Allah. A ki para gjykime në i herë për shkak se unë e kam dëgju, dhe me thonë dhe me shumë fermerë që kam diskutu, e kanë edhe këtë pjesën të para gjykimeve që fatkeqësisht nështë thojnë, a di para gjykuen shkurt e shqip? A je ndjetin e heri para gjykum? Qoftë prej rrethit, qoftë prej nështë shoqënisë të ofërt, që të kanë thonë lekët punë. Po, tash të para gjykimet janë, nuk mund është me arrit diçka nëse të para gjykon dikush. Se prej qësaj fjale mund me mësu diçka për shembull që pëllot këto. Po, se kam problem atë pjesë se cili menimin e vete, ka unë jem me atë menim që ma mirë për shembull me len, është e jemja, është babë gjysh janë mirë me to, tani edhe unë, tani nëse do zoti edhe djallë jem e vazhdu. Unë e shqyqyr, alhamdulillah, i kom me motra, me nallë, me vlazën, krejt nga temin, janë ketë familjarisht mirë me to. Diçka që amboni për shtypje dhe përdu me cekë edhe motra jote 16 vjeqare, e cila të regoj edhe baba ëtë që kam jelë, dhe më to se ju keni posë edhe numër ma të mdaj deleve, dhe i një copa deli kam jelë. Po, aso i ka ra pak ma shumë u merë, në atë ku sot që jo merë, se unë e ceka, se ma shumë merë në poshtë, atje me livallë, me kalamoshë, i kena dame. E motrës tem është e vërtet që edhe me hi edhe sot me mjelun me to, ajo mjelë ma shumë, se i ka ra pak ma shumë u merë me to. Dhe Qavlin Mocik është veç 16 vjetë dhe halal i qoftë, pe thëmë kështu, për shkak se e keni një krah shumë të fort, edhe ju në punën e juj, edhe s'kishim mujt me pas këtë numër ka që të madhë. As deleve pa to. Jo, vëllaj, unë shqyqyr zotit të me motra, me krejti kom thash në krah. Alhamdulillah, sot i kom ata, unë mujt mi bolle 2-3 copa se kom problem, se e di që i kom të mi. Unë gjithmonë kam qef në dhonë në pak edhe mesazhe, në është ta pe thëmë kështu, edhe që i kishë thonë ti motrës tonë për kësa interviste? Motrës tema, i kisha thonë, lumja ti. Lumja ti për veti, ja? Po, i sho plot, speciki për shambull, po sho si djemë, si vojza, për shambull, jo, unë s'mu i merë në me atë punë, pse s'unë merë është me atë punë, për deri sa ti për shambull, unë i kam motrën, s'po du me tonë kusho, po motra jem qohet baravart me babën tem 5 vaj, baravart me mu qohet mjel, bën djatë, e bën bukën se ka problem hiq, po kur ta këshysh edhe mu martu nesër, i dim punë, nuk ka nevoj për shambull mu më varë as pej burrit, as pej nonës, as pej babës, as pej vllavit, po më varët për vetë, se dim e punu. I ka punë të veta, e ka parën e vetë. Edhe vlen me ucik edhe për shikus që është dhe 16 vjetë edhe ajo këtë punë e bën qysh ka qenë kur ka qenë vogël edhe bravo i qoftë asaj. Dhe është një heroin për thëmë kështu. Se në ditët e sotme, ajo është në shkollë e krejt edhe do me thonë ditët e sotme është shumë shtirë me gjithë vojza që e dojë këtë punë. Tja, ki problem nështë edhe nuse me gjithë? është problem se thashëm. Kur njëftosh me to edhe kur i të regon që ki dele, ishte qatë thojna, që shi ki raportin me këtë pjesë? Mirë, alhamdulillah është. Mirë, ato me thonë pas ke eronë në të mirë. Po, në të mirë, në privatësi. Sa mirë. Ama, ka edhe asi për shambull, po foli vetë që më ka ndohë. Ka kena foli, si ku më ka zonë që punë e mërë, jo, s'moj, mu martu më ka tonë. Po është në regu, s'do sen. Unë e kom punë që të sen, po mu s'u pengon. Jo, s'pengon për shkak se ti sa do që momentalisht je me një vend ku është pa val, pa internet, pa kur gjo. Edhe për disa muj rresh, dhe me thonë, jena pak out të rrjeteve sociale e krejt soj. Ti nuk je out. Pe thëmë kështë ja, unë s'jam, se unë levizi pak ma shumë. Po, je leviz edhe mirë është pak ma shumë e livadhe të këtu. A keni milion motrës pasunja ju? Sot ja do zemra. A je i sigur? Valloj po, ato e din shumë mirë, krejt. Hise, pe thonë kështu. Bravo të qofse, për shkak se kur t'japin mund edhe kur t'japin, do me thonë, krejt energjin e vetë të shterojnë qatë, do të me jadit edhe kimetin edhe një dërshë. Po, e që me thonë, po, ka për shambull një që do t'jo qikës nuk i lidhë pasuni. Unë, për menim tem, është shumë keqë. Se me këshyrë edhe halë, qikat bojnë ma shumë për qëtë kam, si për nënë, si për babë. Ja vlenë me, për shambull, me cikë që pasunia do të më do për se cilë një, si për qika, si për një. Jo valloj, a e bona një gjallë, gjello pasunin këtë gjallit. Për menim tem është shumë keqë, se cilë e meriton pjesën e vetë.
Pa diskutim edhe me ligj, dhe me thonë duhet mundohen në mënyrë të barabartë dhe për vajzat dhe për djemë, po tjetër sana është që të na në Kosovë për kur lind djalë, dhe me thonë që si mallti, kurse për vajza nuk është që bojna shumë zhurmë. Pse mendon Granet, se bashkë më intereson perspektiva dhe mendimi i një djali të ri te kjo pjesë? Po, për para kanë këshyrë që të shumë, po si me letë, si me lejet Allahut që ashtu e ka domë që pasënia du të mu do për se cilin njëjtë, nuk bo me shtyp kërkan hiq, por që ashtu e lane. Po për menim temi në shumë se du të mu gëzu se që fëmija është bekimi Allahut. Po shumicat e na shqiptarë gëzohë vish djallë. Po, alhamdulillah dhe qik me pas du të musë. Pa diskutim edhe është njëjtë edhe është mirë me dhonë edhe mesazhe pozitive të kjo pjesë edhe kaq. Ke dhonë edhe intervistat të tjera, a ke hos në i koment që ka ro kështu në sy, edhe kishe dosht me repliku në është prej kësaj. Qa do qoftë mirë, qoftë keq? Plot që më kanë thonë fjallë të mira, sidomos këta që e kanë bo atë punë po s'merën mo. Po i kom thonë për se cilit edhe pju thonë publikisht, kush do që do në me ardhë me vizitu, se më kanë thonë plot, kom qef me ardhë me vizitu me nejt, derën qele, keni buke kryp e zemër, për cilin do, s'pa morë për asysh. Po jeni shumë i këpica, edhe kryesorja dej aty ke edhe rruga e shtrume, për thëme asfaltume. A e mon men ti, a ke qenë shumë i vogël për nashta qysh ka të regu babje, këtu qysh ka qenë jeta ma herët. Sot është në asfalt, diçka me pas nevoj, vjen njeri për 1 orë, 2 orë. Këto, kurse ma herët kur s'ka qenë asfaltume, qysh ja kanë bo. Po këshire, tash të kanë rishu gjonat, e alhamdulillah, shumicën në kanë shtru asfalt për shembull. Prej zajnit deri këtu, e ki rrugën asfaltume krejt asfalt. Donë me mirë edhe audime, po s'pani farki rrizhak, për toke vjen deri këtu pa pik problemi s'është asfalt. Audime, BMW, me Golf. Pa marrë parasysh me çka do, vjen pa pik problemi, nuk i prej kërkon. Po për para u kom pak ma problem, për para ki mujtë marrë veç me gjip, i qumë. Kanë hek pak ma shumë, për shembull, për para u dashtë me kali me shku me morë drumë, prej këtu ujtë, për shembull ku jena na me shku dej në Karab, dush mi vot 2 orë rrugë me shku me morë, me prej drumë, tani mi pru me kali. Kom pak ma e vështirë se tash për shembull e thirr kamionin, del shkon ti me drumë, ti vjen dejt e veni. Apo po kom pak ma vështirë, po. Më ka rao me praktiku edhe mua atë për shembull. Po, a sa vjeçar ke qenë ti? Po jam konë rreth moshës 9 vjeçare, 10, kur i hyp shakalit prej këtu ujtë, kom shku në fshat, shumica e din ku është në pjesën e Shqipënisë, kena shku me çu djath, kena shku sene. Shkaj ka ndoshtë është dhe për shembull kena shku me morë në sen që nuk ka dosh neve. Për shembull na moja djathit që kena pas deri vonë në prizën. U dash me shku mi morë çat jenë në fshat, me u kthy, me thonë, po që është rruga alo shihet që bojnë me kuaj, se shumica prej Shqipënisë vinë hala me kuaj. Është rruga këtu është. Kush e ka provuar e din çfarë rruga është. Unë s'muj me përshkruat rrugë. Edhe mënyra që është për përshkruan, po duket domethënë këgja pe thon kështu surreale për njerëzit që se kanë përjetu kur. Po që se kanë përjetu ata se kanë përjetu, po ai që e ka provu se ka shumica që janë konë këtu, e din çka është. Sidomos ka ona e Shqipënisë ata që janë anena e kanë provu marrë se vinë, domethënë ton verën ata mbledhin bollorenica, si sane çaj, krejti bojnë ata këtu. Për çfarë njët kjo pjesë? Don Granet, nëse më nësh me na tregu pak si pas fjallëve tua, a ka boronica të ose që i marrin edhe njerëz që të shqipë çfarë është jeta këtu se me kam dëgjuar raste domethënë që shumë banorë të Shqipërisë e sigurojnë edhe jetesën prej mbledhjes boronicave që bën këtu shteshore. Po, është e vërtetë. A ka boronica? Ka shumë boronica, sidomos jo në çet pjesë, po në atë pjesën anena që veshosh, çat pjesë ka më shumë boronica, në atë pjesën për mi asfalt është keq me boronica ka shumë. Ashtë ata kanë punë, na e paguajnë ato, po edhe na si pengojnë, se boronicat nuk i hanë delje. Po nuk i hanë. Se cilin punën e vet, po ka edhe dullia, apo dullia dikim pjesën tjetër. Po domethënë vinë edhe ne bojnë një rrugë gjatë, të them kilometrike, për me siguru jetesën përmes mbledhjes edhe shitjes së boronicës. Po shumica, për shembull e bojnë që ty në fshat aty pe atje vinë me kali këtu. E kositin bjeshkën për me morë barin, hala, kasi. A, domethënë kjo bjeshka këtu? Apo ju nështë asakse po? Edhe që to e kositin, po sot që na pengon neve se rritë A, tash pas ka vend, sa dushë dhe me të delet. E së është problem, se këshyre, tek e fundit gjoja është nuk di me tonë, am të hajo.
e do ngati. Granit, pse sillen delet mbirë? 3 muj dit. Do ta bëj një pyetje kështu edhe për gjithë ata që se din, me na përshkru pak. Shumica vinë këtu, po kanë fitim për saj. Unë nuk vi, unë vi për qef, i bilen, po për mbjeshk i bi më shumë mi hek për i nëzajtit atje, se është shumë nëzajt poshtë. Kanë me hongër më shumë, kanë ujë, bjeshka jo njët që ka ujë shumë, për shujsh edhe vetë, ka shumë është ujë. Po delja, kur t'jen këtu pastrohet, dhe me thonë, qelet, ajri, pastër, krejt, që është si njëri. Ka nevoj as për tagji, as për kurgjo, do me thonë, e shën këtu në lëndinë dhe ushqet bio, për thëmë kështu. Edhe është pak ma e letë mishit, se e din edhe qëfar mishi, po e shetë... E kanë mishin e poqë, kush e ka provu mishin e delës, ose të kingjit bjeshkës e din. E din, do me thonë. Po më me thonë që 90% e shqiptarë e kanë provu edhe e di. Edhe one po du pak me folë, për shkak se edhe vetë për Kurban Bajram, do me thonë kemi marrë kengjë, tam kështu për është qy bio prej bjeshkës. As nuk ka pos arum kështu për thëmë shumë tronë, as nuk ka pos dhjam shumë. Kështu që u dike që është taman që është qy krejt bio. Po, do me thonë kur kingji kur të rritët në bjeshkë ka mishin, ka pa erë. Po, zakonisht erës për një zajtit atje për shembull atje ka tyri. Këtu nuk ka bërlëg, as nuk ka ujë. Jo, po shumë as një gjë krejt pastër. Krejt pastër, delja çat punë don për shtaj kanë edhe mishin pa erë, kanë ajër pastër. Mishi bjeshkës kënaq, mu për vetin kënaq. Delet na eken atje, edhe a kujdese dikush, a kina i punëtorë ose diçka që na shta... I kam 2 punëtorë shkojnë me to. Sot që vynë 2 punëtorë, po shkojnë se muhabet, to bjesh. Me shku vetë nuk t'hez dita, kështu vetë i dyti qka, se bon muhabet. Më tha i ke marrë 2 punëtorë, edhe fakti që më the problemi edhe s'pisa me modhe e përthëm shmerëve është me gjithë çoban. Nuk ka të më thosh shumë të interesum, për çka s'ka të interesum, nështë asë të dojnë këtë pjesë se largu në distancë prej botës, apo e kanë për këtë pogave dhe pak nashme atë, qysh është? Që për para, ka pas keq trajtimet punëtorëve, tash të menojnë që jo jena si për para, nuk jena si për para, do me thonë, na përni me këtu, s'kena volë, s'kena kur gjo, po mas fakti njëherë në 2 javë dalin. Po. Dalin me folim, do me thonë telefon e krejt. Do me thonë po, se po një pjesë atje ku bëj ke interneti, do me thonë pak ma largë sonit juj. Do me thonë 5 minuta me kërri 5 minuta, do me thonë dalin, kontaktojnë me familje dhe bën interneti 5 minuta ma largë se sonit. Krejt, bon, tash të alhamdulillah teknologjia ka rrit, kena me pru Starlinkin këtu. Okej, sa mirë. Edhe kanë me televizore me krejt tani. Edhe e kalojnë kohën pak ma mirë. Pa kalojnë kohën pak ma mirë. Ka pos shumë keq trajtimet punëtorëve. Sot, sa paguhet një çoban, për thëmë kështu? Po qëre, unë për thëmë kështu ta mëndrëq. Një punëtor që din me mjell, din me shku me dhenë, din me këshirë kamën, din shkur të shqip miru, minimale ka rrugën 1.000 euro. Po dhe në varet edhe sa dhenë ka miru, krejt në varet prej tufës, për shembull unë i kam 800 copa, më nuk u mjellën mu 800 copa. Maksimumi 350 copa mjellën. Se në thash nuk dalë për me fitu, dalë për qef tem, i mjeli sa për me bo djallë për veti, qëta mishteri që i kam të regull për ta dhe kur zhë tjetër. Se për kundër gjithave është këgja një faj lezeti i madhë, për thëmë kështu, me qëndru largë edhe mu qetësu. Po menoj që është si për para për punëtor, po jam dërila unë i kam 2 punëtor, po këta nuk dina të njoni me mirë as kur zhë, po... Okej, do me thonë që ba 1.000 paguhet dhe 1.000 euro edhe një pogë këgja ma e knaqshme se ma heret që kam pagu me 200-300 euro për thëmë. E kom një punëtor këtu. A i kitë Shqipërisë atë Kosovës? Jo, janë të Kosovës 2. Do me thonë a i nuk ka rrujt kur dhenë hiq, kur jetë a vetë nuk din, as qysh du të miru. Ka orë këtu, e ka rrugën 650 euro, hajën, pijen, cigarën e ka të hek, që t'i poshtë është. Po, do me thonë, s'ka ru kur njëtën e vetë e që shëren kontakt me to? Po, shoshnia në ka lidhë. A pa të qef aja? Me shumë dëshirë ka orë. Me shumë dëshirë? Që sa kështë? Është që 2 javë ka t'i këtu. Okej. Që shpi do këta është ambientu? Shumë. Që pak ma herët e veta bile tha u kënoqa. U kënoqa? Do me thonë një njeri që kur njëtën e vetë s'ka pos të bëj me vend, se zakonisht i na mësu pak që do me thonë kush punën si çoban për thëmë kështu, e ka pak me trashëgimi, ka pos njëherë njëtën e vetë dhenë, qoftaj ose familja jote, e vetë.
Po, Kështu shumica, që shumica janë tillë me përvojë, po them kështu. shumica janë me përvoj, po kjo s'ka pas, është edhe i ri, ka 23 vjetë edhe ai. Okej, do më thoni 23 vjeqar, ka zgjedh me ardhë, me punu, si që banë, këtu në bjeshk, pa internet, pa largë gjithë shkoje, po thëmë kështu. Po, edhe e ka kryt rahat, po për veti po thëmë, veç s'ka kush më i bo punë, por se vllaznia i vaj. Po, Kom se edhe qëllu ti maj do më mollë, thonë, unë s'po kom qare, po merr me grune, me kallamoqa, me liholla atje, po. normal, po edhe ti do më thonë vjen edhe e Po, bëni kështu me randë, po Unë mas thëmë. po këti njëherë një javë vi këtu. Javë vi ushimin, po edhe mos me konë unë është babi, për çdo ditë në lëvizje del nga tonë. Shka ju duhet ju vjen. No, do më thonë, shkur të qipë si mund nga asë gjo. Ja, Granit, a është profitabile kjo punë? Po është. Për thëmë është profitabile, aja vlen me u merë ka pjesa monetare. Këshëre, tash në varet, krejt edhe qysh din me menaxhu punën. Unë thash, në bjesh kom dalë për qef, nuk kom dalë për fitime. Se qysh e din shumica që merren me vlekëri. Në bjesh kur dali do të mi pas mas fakti për shembull një micova edhe do të mi njëllë në stop për punëtor, veç rrogat më janë nxjerr. Se kur ta menojsh ti jo me kjarë kur del, ajo harxhim me naftë, buka, jo, se shumica tash nuk gatujnë, blejnë bukë. Që ashtu bëjnë edhe këta të miq, blejnë, po ka njëherë gatujnë për shef këtu. Po me këshyrë dhe hall kur t'hidhen shumë ki punëtor, mundesh me dalë edhe në fitim, po them që s'mo me dalë. Po me çto që jo mune për shembull s'u ndal në fitim se janë pak. Për me mirë. Okej, do Po më kom thonë, dalë për shef me familje tem. e ma ka shumë lënë një përvojnë. ku 3 mujor që po thëmë kështu knoqeni, laf muhabet, ka lënë një ku me njëri tjetrin, se është pak edhe qef, do të pak edhe me dosht bjeshkën edhe malin për me ardhe dhe me bo këtë punë. Po vallai kjo punë shko me qef. Unë e bile me mujt kisha jetu dimër e verë këtu se punë ma qetë s'ka mo, du me thonë të viq E knaqër. dimrat, a janë tegër këtu? Janë, se këtu është bjeshk, janë edhe tegër, ka braste që edhe kanë tek njerëzia, po për sezonën e vetë është është super, është film, do më thonë edhe diell, po edhe fllad, Edhe një farë fllad, fladi, një farë non-stop frima. freskije, po. A është drejtu çmimi deles Granit ajo? Sa është çmimi një mesatare çmimi do më thonë deles? mesatorja u konë 250, as ma shumë, as ma pak. 250 euro një dele. Ka mujt më shqit edhe ma shtrejt nëse është pak ma e majt, më është ma e madhe, ma e trashë, ma e re. Po maksimumi 300-350, s'ka mujt më shqit kërkush ma shumë. Në më dhejnë 350 euro. Është me mi mjaftushën së Po mesatorja, apo do të ma shumë ama paka që me ndoj. Granit, so ki pasuri me dele? ka pasuri ko sa dush. Një shumë thoma, mës ta thëmën. Ja thuj është lirë. 250.000 euro liresht të thëmë kështu patut. Mund me konë edhe ma shumë, me thënë. Edhe ma shumë, do më thonë 300.000 euro, po në dish ta mu tregu pak ma modeste, Pa, edhe na pelojna qashtu. edhe pelojna qashtu. Po normal. Tashti, unë pe thonë kështu, tashti si i ri, a ke pas në herë plane me shku në mërgjem Granit? Me lonë krejt Kosovën, pe thonë kështu, se edhe prindi pak a i mona ashta sa është i fort e krejt, po edhe mu shaj bënd vetën. Kështu që me i hek në shta krejt delet edhe qoftë për një jetë ma të mirë me shku me jetu në mërgjem. A ke mendu në herë ti si një djallë 20 vjeqar? Që, unë jam konë mërgjimi, kom pravu, kom nejt një vjetë, ma shumë s'kom mujt me nejt, se sa mërgjimi për mu shumica, që ta është për cik edhe njonit në koment se më ramen, mas ju lidh, Po? ka thonë nuk mundesh me bo kush në grupet me një vjetë, nuk mundesh me bo kur gjorë me një vjetë në grupet, unë e di, shop, plët që janë përmi 30 vjetë në grupet, s'kan mujt edhe ata nashta me bo qatë sa duhet, po ku do që të shkojsh, si në Kosovë, si në Amerikë, si palerku me shku, ti ki me punu, Po, një punë ki me bo për me jetu. Mhm. Kur ta këshysh jashtë, jo kemi pagu banes, jo kemi pagu ata, jo ta specifike po. Kur ta Jo, këshysh, janë shpenzime edhe në janë fund shpenzime, me janë kur shpenzime gjo. më të mëdha, ja, okay. Mhm. Unë është me thonë që ki rrogën më të madhe se në Kosovë, po kur ta këshysh, ki me dalë edhe atje si në Kosovë një. Na e Një kena si në rrogën Kosovë, mesatare në. 500 euro në Kosovë, Po tash është bë prej një korrikut. po apet kur të punojsh, ki ja del, dyshysh, po del plus se e dim për shembull e ki, tokën tonë e ki, shtëpinë tonë specifike për krejt, po Po. thëmë që mund është mja dalë. Nëse punojnë 2-3 veta ja del. Unë merrna me këtë punë,
që të punë për bëj, edhe jashtë me shku, ka me punu si këtu, e ma mirë po punoj në Maltemin, që alhamdulillah Zotit, baba i ka pas, unë e po shkoj mas babës, herpi hekim, herpi shtojna, të qysh e din shumica, kur të plakët delja na i hekim, tani zaventojna me të reja, qështu që shkon kjo punë. Qështu do me thonë ty në ru e krejt kjo. E dishta me të pyet, do me thonë ti the për një vit... Mrina Kastoni. Po. Për një vit Granit ke qëndru do me thonë gurbet, për thonë kështu, në cilin vend? Në Sloveni. Në Sloveni, a qëfar punë e bëjsh atje? Kom punu me fasada në skele. Okej. Sa paguj ke ajo punë? Muj, sa i mërshë, për thëmë kështu? Po në mujt, po mujt mi morë, për shambull 1.200-300 euro, s'ko morë më shumë. 1.200-300 euro, do më thë ke punu me fasada atje, dhe ta shti shpenzimet, qysh i kishe? Shpenzimet, do me thonë, na veç fjetin ku e kena bu, kena pagu 250 euro. Këtë ata që jënë jashtë, e din që veç krevetin atje kime pagu. Po. Tani ku jënë shpenzimet për me hongër, me pi... Së në atërë në zezën, kom punu, s'kom pagu kësi farë, shka pagu toksa kësi sene, kom pas për i thirë, mësë po bëllë që kur e ke këshyrë, për shambull, ka mujtë me të metë 500-600 euro që të sanë Kosovë. Po, edhe ke punu me të zezën, se nëse kishe punu në ashta me toksa me këtu, nuk besej që të kishin me të po që atë shumë. Po ti a ke diskutu me sheshnin ose me njerëz në ashta që e kam brakti si kur ti që e ke lonë mërgimin, a kina i shok që ka vendos me lon jetën atje në mërgjim për me ardhë këto edhe me punu quf për një rrugë ose me umerë me blektori saksisht? Me blektori s'kom në i konë që u këthy, po kom shoqni, kom familjarë që jënë këthy për jashtit për me njësë me bo një biznis dvejti në Kosovë ose me punu në Kosovë. Se e ka provu edhe jashtu, unë e kom për shembull një dojt emin edhe u konë 4 vjetë në Sloveni, mas 4 vjetë e i morë letrat ka shku në Gjermani, ka nejtë edhe 2 vjetë s'nuk ka bo senes atje. Ka ardhë në Kosovë, tash të punon, e ka biznisin e vetë, merët aty. Do më thoj jeta nuk është qysh e bojnë atje, që të mesin po qa 1.000 euro, 2.000 euro. E qëta kjerët e shtrejta Granete, kjerët e mira, shpijat e mira, qysh po menon ti që pi bojnë paret? Po qëre tash, kur t'je me komplet familjen jashtë, nashta mund me nëzirë pare ma shumë, se punon për shembull veti 5, tja i 4, tja sa do që jonë familje, apet dyqysh në zerësh me qëto pare, se ti jesin për shembull të po qa ma shumë pare, po më ledhë pare, bon kursime njeri, punon 5-6 djetë, bon pare, vjen e marrë në shpinë, ajo është në rregull. Amo me shku vetë, me punu, nuk mund me bo kur gjo. S'monet me bo kur gjo. Për menim të hemin jo, unë e kom provu, s'ka mujt me bo kur gjo. E sot, a kina i herë mendime ose plane me shku prapë edhe me jetu në mërgjim? Ose a mendon e herë nështë me dalë prej Kosovës edhe me jetu atje? Tasht për tasht, jo. Unë për veti, jo, po... Ma mirë ju në Kosovë një ashtu, e alhamdulillah, mirë, po shkan me punë të mija. Po mje mirë që për një tri, që po dënë me nejtë dhe me qëndru, do me thonë venin e vetë, me u mirë me punën që e bën ti, edhe bravo të qoftë dhe Granit. Se te ke fundit ku ka ma mirë se me i kontribu venit tënë, se krejt rinia do më thonë ka nike dhe posynojnë me shku jashtë për një jetë ma të mirë, ndërkohë që liria të cilën e kena fitu nështë edhe me shumë gjak e kena pagu, nuk ka orë letë dhe sot na në liri me braktis venin tonë, për kundër faktit që për një jetë ma të mirë. Po këshire. Qaj kishe thonë të trive që vendosin me u largu prej vendit edhe me... Shumica që janë dalë jashtë, janë dalë prej zorit. Unë një plot njerëz që janë dalë prej zorit, shqyre, s'muj me thonë, i kam bërë rene dhe madhe, po. Po, s'muj mi pare që ku as ata që janë shku jashtë, që janë shku prej zorit vetë, për çdo hall, çdo shqiptar ka dalë jashtë, një plot shqiptar që... Po, ka shumë shqiptar që kanë dalë prej zorit, ka dorë zoti ju ka shku puna mirë, janë kthy, kanë investu në Kosovë, kanë bizneset veta në Kosovë, kanë plot shok që kanë shku jashtë, janë kthy. Po, duhet me ditë edhe njo, sa do të që rrën jashtë, duhet mu këthuj në Kosovë se kena dertë gjak për këtë vend, me shiju këtë vend, me ardhë me investu, mujna mu vo edhe nasin Evropë, mujna me punu në tokë tonë, me zhallnu dishka si krejtje. Pishollet rritë që shka së përbojnë, po valloj, kini mi ropi shmën me moshën kësmet, se gjdo sen tu rritë, tu e kuptu vetën pak ma shumë.
edhe vetë s'muj me thonë, edhe vetë kom provu gjithë shka muj me thonë, nashta jo bash gjithë shka me qëto moshe, kom të kalu me njetë, po e kom po që sen nuk ka ma mirë se me punu me familjen tone, me knaq, me shqy punë të tua, me punu, me arrit gjithë njetë, me loni fjallë mirë me gjithë kanë, me pas respekt për gjithë kanë, të respektojnë. Realisht është ati pak i ki fjallën pak që edhe rinia po merren me punë të këqia, pe thëmë kështu. Nëse e dim që qoftë në shkolla, qoftë gjithkun do me thonë edhe në rrugë, rinia përdor edhe substanca narkotike. Edhe i ka hip e thëmë kështu rrugëve të këqia. A e kiti një mesazh për ata, cilët nashta janë duke e përjetu një gjatë tillë, për shkak se momentin që nashta kur e provojnë, na kina lexu edhe kina mësu që bëhet një lloj varësie dhe çfarë kishe thonë ti? Çfarë mesazhi ai kishe thonë? Kisha thonë një mesazh shumë thjesht. Ju kisha thonë që nëse doni me jetu, mu knoq, me shiu jetën. Me shiu jetën, largoni aty në senet fshija se sjena na vërto. Se do me thonë nesër mas nesër me menu pak ma larg, ki mu martu, ki me bo fmi, ki me shiu jetën mu knoq. Ki me kriju familje dhe... Ki me pas fmin tonë, ki mu knoq. Do me thonë ti nëse merësh, nëse donë mës me pas familje, mës me pas fmi të u. Unë për veti se kësha sugjeru kërkujt heq mu merë ma pjesë, unë e vetë merë me qëto punë, me dhenë që shtu të knoqesh. Po punë ma të mirë s'ka, se me punu halal nuk ka. Do me thonë edhe punon, unë s'muj me thonë që lodhë është krejt i bënë, ta besoj ato pushon, po Zoti e don ato që punon me halal. Do me thonë ti punon këtë botë, bën mirë në këtë botë, po dhe në botën tjetër e gjenë mirë. Do me thotë kthehet e mira. Në rregull, na po shkojnë atash edhe po majmë drejt, do me thotë testoni aty edhe pra miq të dashur, janë edhe pak të po me kaq të bukura të bjeshve të sharrit. Këtu jena me motrën tem, motra në afërtitën që kjo është ajo motra jem që i ka mjell 1 copa dhe në mjell halasët, është veç 16 vjeçare, këto e kom kra për çdo sen. E ki kra, do me thonë kra djatë për gjithë shka. Afërtit zemër qysh je? Mirë. Qysh po kalon? Ti je shumë e re, je veç 16 vjeçare edhe pa diskutim që e keni me trashëgimi edhe krejt kjo, po qysh është çfarë ndjesie t'jep ty si një qik ka qere me mjell ka shumë dele, a lodhësh në hera? Jo, në knof, ta bëj me qef këtë punë. Edhe jo mirë pis mi, me vllavet, i një vllavet, babet, mamet, motra, krejt. Do me thonë e bën këtë punë me shumë qef edhe me shumë dëshirë edhe të pëlqen. Shumë. E qysh ka qenë sot, prej cilës moshe ke nisa nësish më të pirë? Ty e vogël, jam nisë që të shumë masë, neve të mësu. A lodhësh në hera? Jo, s'lodhën, kur lodhë shumë mund është më ullë, më shumë të lajta. Do me thonë shumë mirë ma ktheve, dhe mund është me ullë, me pushu edhe, më kryesorja nuk lodhësh. Jo, e bëj me qefjet, unë e kom qefin një vllavit, babet, mamit, krejtve. A të ngojnë vllaznia heq? Po, ngojnë edhe këta dhe unë du të mingu, jo ma hokler me kanë. Do të mingu edhe te edhe këta të ngojnë. Edhe, a ki problem, kështu për thëmë, a ki na i dele që nuk të bindet heq kur të njëq? Ka edhe kësi tur shtira, ka edhe tur ta këto. Se i ki 2 copa dhe në tua. E ka edhe ato për qef, ato drënuqën edhe da ndyshën, ato gjithë i du. Ato edhe pala sa mi pagu nuk i shes ato, se i kom për qef. Ato nuk i. Ja. E qatë ka bo me u lidhë, do me thonë prej rreth 1000 deleve, me 2 copa me u lidhë ma shumë. Se i kom rrit ato vetë, cëllë edhe i duqë. Okej, do me thonë prej kur janë kohë kingja. Prej kur janë kohë vogël, i kom da dhe i duqëm ato. Do me thonë, a e paramendojnë a i herë jetën tone pa dele. Ti në është arritësh nesër pas nesër, kryon familje, krejt këtu. A menon a i herë me jetu pa dele? Pa dele në ashtë ta jetë. Në herë, po armi pas moja 5. Me vite vlave isha i kom mija. Edhe do me thonë, qysh ka të që të qënë jeta, për thonë kështu, ti pa orë me i po, të pak të një herë njovë, Nuk më. Se jam në rritë me to, atish nuk mëj tash më do.
Do me thonë i ki veç 16 vjetë, edhe që që thash edhe më herët është me u cik, edhe me u përmend, po edhe të njëjtën ku edhe me u duar të rëkit, për shkak se sot nuk më nësh me gjetë një qik ka shtrej me bo punën që e bën ti. S'ka, tash ma okej, tash nuk vidojnë rinia, tash jo era, jo vjen, jo s'po rrijet me to. Po, qa i kështë thonë atyre që si dojnë delet, si dojnë natyren, se dojnë pjeshkën, si dojnë kofsht. A i kini mesazh ti? S'po di shka mi thonë, sa ta tash ketë qefin e vetë. Që shetë rri unë, nështë aty kush nuk monët me nejtë këtë, me bon këtë punë që e bëjë. A është zërë, të me bon, po s'është zërë. Knaqesh me to, është zërë nështë adesa ta mësojsh, po nuk është. E qatë edhe t'i shka fundi qatë pëlqen mas shumë të të stendu qatë. Me nejtë me to, me hupu. Do me thonë, po fakti kur nashta kinxhat pak ma të preferumi kina, besaja, kur të dindin edhe dojnë kujdes, edhe më thema herët që dy dele i ke rritë, do me thonë te vetë, qysh ku kanë qenë me cucëll, i ke ushy edhe krejtë së, do me thonë i ki... Tash i kam të marapit, ato nuk i hik edhe pale sa më pak. Kur të martohur, se e fe jumë është, o më kur të martohur, këna me shti burrin e vetë, më orë në lajnë e punu. Po shëndesim edhe ato sa ajo është Sloveni, ka dal jashtë. Apo më tregon ti a i dën, aja ta përkro punën tonë, a me nëna i herë me u kthy dhe me ju ndihmu juve. Me nëna dhe ashtot me ndihmu neve, tash mu kthy pikur vetit, ma mirë, me punu në vend tonin ma mirë ashtë. Ma kallëzoj vllau një kuriozitet që nëse pas na ditë, do me thonë ti e pas ke fotin mërgim. Qysh do me ja po tash? Po e, më kështim. Kena me këthy. Do me thonë ti me këthy burin. E këne me dhe këto, pse? Është i pajtimit, ai. Po, është i pajtimit, më këthy. Bravo i qoftë edhe ati, pe thëmë kështu që është supportuesit, mbështetësit, ma i madh. Ti Granit që shpeqen me to? Shumë mirë, Ma i madh, po besoj e keni kuptueshmërinë, raportin e mirë. po unë e kom bo me qevë, me thonë pra herë motrën, po edhe ajo është gjali mirë, ka morë edhe me lajnë është punu e dinat. Do më thonë, edhe ai. Ka nejtë me mu, ka nejtë me thonë një mujë, gati ka nejtë me mu. Ape që një pro njerës ko edhe qifte si afërdita dhe partneri vetë edhe të njëjtën ku një që kaq punëtore me u merr me këtë punë, sinqerisht halal qoftë edhe bravo qoftë. Ko që ka punëtore edhe të zonja edhe në Kosovë, dhe ta din të me thonë gjithë. A mujna me full pak edhe me Odën a ju? Po, hajde Oda. Hajde Oda pak tu. Të prezentojna, kjo është motra jem e trejta, Oda, po, kjo është e trejta. Qysh je bukuroshe? Mirë. Qysh po kalon? Mirë. Unë e kom dëgju për ty që ti i den saksisht cila me po me të munguna i dhen, ti e vrejnë cila po të mungon. Qysh e vrejnë? Po tash na i nshojna edhe kur të vinë tash i mjelëm edhe i shoh gjysa dhanve nuk janë edhe me njeri për tas babit me ardhë me shku me këqyr. Se une nuk mëja e vogël jam me dal vet, e i thamë babit me dal me shku me këqyr ka janë. Do me thonë ti e vrejnë puna jote këtu me thëmë, është që i dikton cila dhem po mungojnë edhe cila acion. A ka ndodhë najherë që ti kanë hup në ashta që bona ta diçka? Po, veç që terë nga ka ndodhë, Se ma të regu një rast që hajde Granit të dhe të regëna që qysh e ka vrejt motra jote prej gjitha ati numrit madh dhënve, është njërin e vetë, mollin e vetë njëri e dalë, normal, po edhe kjo e vogël, sa vjeqari je? 12 vjeqara. Apo ma të regën qatë rast? Po, dje, zakonisht ka ndodhë. Kena pas një punëtor ai pak nuk din mu mirë, me këtë punë është fillestar. Super full. Po, është fillestar. Po, në me len, ju kanë këpu gjysa leme, kur kanë orë tu e kanë po që s'janë. I kanë tregu, Jo, do me po, thonë e kanë i ka tregu babi, dhe me thonë babi ka shumë. A i gjitë e dhanta ju? Po. I gjitë, e ku ishin ko? Në kepa ishin kanë. Në kepa? Bravo qoftë moj, ka që vogël edhe ka që meshme, ka që punëtore. Ti a ke mjellë dhana i herë? A veç motrës tonë të modhe a ke lërë? Veç motrës e kom lëtë që në alas dimi mjetë, e ja kom lëtë motrës. Apo më tregën ti si një 12 vjeqare, qatë pëlqen mas shumë ti të kjo punë? Po më pëlqen që janë, që më të thonë, Janë dashne, janë të bekume, pe thënë kështu, po a mena në herë jetën pa tu. E tu pa lena, menojsh në herë. jo. Jo, a do më thonë jem su prej qyshe vogël edhe tash se ki menen me udo prej ty.
Apo ma thu edhe një mesazh për ata që kanë qef, do me thonë, me u mirë me këtë punë, po për disa arsye të veta nuk mirë. A i kishe thonë me u mirë, a i kishe thonë që është e lodhshme. Unë i kisha thonë mu mirë me to se nuk janë të lodhshme. Për mu nuk janë të lodhshme. Ma mira me jetu me to sa me shku tjetër kon, në për vene tjera. Na folëm pak edhe para se më janë nisë intervistës, dhe unë po them që ti po do ishe mu bo më duket një gazetore, se këgja shumë po folshe dhe këgja mirë po folshe, kështu që qa ki plan mu bo kur pritesh, qa të pëlqen ty? A ki na i qëllim a halos keve? Halos kom vendosme. Diçka që të pëlqen një profesion? Dhe tash i kem na kur jena të vogla, jo mjeke, jo police, jo kështu, ja ashtu. A ti kallëzojnë, api kallëzojshti? Fojla, ti se pi vjen pak more. Ka qef mu bo valtare, ka qef me valtur shumë. Okej, do me thonë ti ke talent për dhe kërcim. Kryesisht me gjona kontore. Dhe valtimit. Bravo, edhe një kjo nga të tua dhe musikal, edhe qedura. Bravo të qut, një qika që vogël me kon kash punëtore, edhe me u mirë me një punë, ti e ki edhe pak ta shikimi, po me u mirë me një punë që disa menojnë që është e lëshme, disa menojnë që s'dot me u mirë, kështu që ti po na dëshmojnë që përkundër moshës, njeri kur e dën diçka me shpirt mund të realizojë. Apo. Si po mirë veç e apo më prezanton ku jem këtu. Këtu kem si një shtallë që rrim dhënë me kingja të vojgje. E këtu i shtim na, kur të bjena i shina i sen ftof që është, do me thonë i shtim këtu, kanë edhe ato groshdin, ato janë për me ongër krejt. Krejt, do me thonë këtu saksisht kur të bjena i moti keq ose diçka. Na i shina i sen, i shtim këtu, ose kur të milim dhanë, për mos mu përzi, i mgjellim edhe, i lojmë atë. A vërdi, tash, si çdo punë, si çdo profesion, për thëmë kështu, gjithmonë i ka diçka sfidat e veta. A ka pos në rast ku nështë na i dele u smu, ose na i dele u lëndu, ti personalisht qysh je një edhe qysh je kujdes për to? Po, unë jam një keq se çdo keq kur bëhen, smuon, mund një keq, se unë jam rrit me to dhe njëna keq kur smuon. Po, kështu si lojna na me smu, japim gjithmonë a vabi mirët me këto për krejt, sa? Edhe vetë, unë e jap jam mësu babim, kam mësu mi jap gjithpana, kur son këtu i qyri vetë, unë. Okej, sa mirë, do me thonë, edhe nëse s'është bobi këtu, ti do me thonë një jep e thëmë kështu, e zuja shpis që i del zot edhe... Edhe mos muna njone këtu kur jam vetë i jap gjithpana, nuk i lojnë me shku dam. E mjekën edhe krejtje, bravo, qofte, edhe dishta me të pytë edhe diçka. A ka pos në rast ku nështë atë ka ngurë një dele ose diçka që ta ka thyë edhe ta ka lëndu sa? Po, kom pas një kur më kom me vogël e thesh na bebi ato e rukshne, me cucëll e kom rujt. Edhe kur më ka copë, më kaj tani për to. Se më ka dhim, se jam rrit me to, edhe kur ka copë tani më ka shti me kaj që. Edhe pesho që dhe emocionove kur e kujtove, edhe është ke lidhja pak me çdo kofsh, pe thëmë kështu, kur të lidhesh me to, duket sikur me ndru jetë nështë një person i familje, se e ke pas pjesë jetës. Po përkundër numrit madh që e keni të dhenëve, pe thëmë kështu, ti i kitë ndome me emra, me krejtë dhe i njesë të cilën. Unë ato ole, pale sa mi pagu të thesh edhe parzit, nuk i shes ato. Da unë dy që në odrënushën i kom për zemë. Ato dyja dhe me thonë si shetë nuk i shes ato. Tash bjesh ka i ko sfidat e veta, pa a keni pos në e ras nështë ta qështë kur jeni konë ma të vogla, me naj gjalles, pe thëmë kështu, se me naj ujk, me naj arusha, me naj gjorë, për naj bolla, diçka. Po që, po ta të regojën këtë histori, ndjesh ki jo, po në fush atje, të pojata këna konë kjo kone vogël, këna pas qatë kingjin bebi që e përmeni kjo. I kishin shu edhe kanë dalë me to në kullos aty në fush. E kanë zotë gjumi me qatë bebin të fjetë, e na pas shkuën me babin me ja që bukën. Edhe në gjumë të, i kish pas rrethu një bolë. Do me thonë kjo me kinç ka qenë flejt ato. Me motrën e tjetër të madhen që i ha. Shumë të vogla. Ty i rujt bolla, këto si nsa. Si njeri një rujt, është që i kish pas pështjeli i rujt, do me thonë. E do me thonë si një afru ju, ka ik bolla, as nuk i ka prej ka s'kudo, tash kjo, a ti se mon me mbese, a je kone vuke. Po jo, o tëtët kur i pot... Po, këshire, s'kish ka mutu të... Për deri sa perun këta, sa në kesh neve s'ka me do me thonë ajo qëllimin e pas ka pos me rujt këta, se thujnë, disa i bëjnë bolla si një, i bëjnë të mira, do të këqia,
Kështu që po më çudit. Po, kollë si Pak e jote. frekshme kur e mendon. Kur ta menon, është pak se shka s'ka ka gjopna që ki helmus shumë, po... A ko gjorb na hiç në këtë pjesë, a jo? A nuk keni hosë? Po, unë për veti kom hos shumë, Po. ku jem konë ma herët që kom nejtu më shumë, po tash se vizë besoj që Jo. kom, se tash të dhe nëzajti më. Po, mundet edhe me pas, po thëmë që s'ka. Hajde, vazhdojna. Do me thonë, për ditën e kom dëgju që ti, përveç e i mjel, do me thonë rreth 1000 copa dele, ti edhe nxan djathin vetë. Po. Apo më tregon që shkon procedura me nxo djathin e deles. Ti që shë bën? Tash na qesim tomlin atë kolloj me morin majja. Ku do me thonë e qitni tomlin këtu, a? Po, e qesim Okej. këtu. E kollojmë, ja qesim majën e djathit. Do me thonë kjo maja. E qesim majën e djathit. E so do të mja qitë kështu, për so litra i nxan kjo burja këtu? Ka 100 litre i nxan, po kjo ma shumë, na sa ka pak, se na dy kusia ma shumë nuk milim, se s'kan. Qesim pak sa duhet edhe e zojmë djathin, e qesim tani kollojna këtu në E bes. kulloni do me thonë djathin, e pom edhe sitën aty. Po, Edhe mos ma me ndi dalë masit trusha. kullohet djathi ku vendoset, ku quhet? Atje që Atje do me për thonë. mu tërë djate. E qesim këto. E tërëm edhe pjekët kjo saritohet tani. A Edhe- pjekët për mes na i fura dielli? Jo, Ndoshta dielli. Dielli vetë, nështë arrezet e dielli. Vetë kur të rënë këto që dile e shplujmë ta me morë edhe merë në gjyrë këtë sare. Do me thonë, djathi deles, a shisni shumë djathi deles? Po, A shisni. kërkuj njerës, a e lypin? Shumë Qas- lypin gjatë, se dhe mos ata që e kanë bletë e na lypin gjithë, nuk morën kërkon vishë të na vinin në. Do me thonë, mënyra që shëndzeni është fit bio, dele, ti keni krejt, do me thonë të ushqy bio, edhe djathi pak e bëna diferencën të thëmë shto. Po qa menon ti për pjesën afërdit që sot peshojmë që gjithë shka po blejmë qumshtin e lopës, po blejmë qumshtin e deles, djathin, kosin, gjithë shka. Qa menon ti për këtë pjesë? Ma me ble, po ato që i blesh ato me pluhën ma shumë janë, e këto i përzin me ujë e krejt. Kështu të ndryshë është natural ku e milish, këto e dish që e vetë e kënë thonë edhe dish ka po është. E jo ato vi blenë market, ato këtë pluhën, e të dje me shka i bojnë. Po, edhe tani jo, po smumi, jo probleme Po, me tani jo, po, shëndetin, smumi me po vinë krejt. masane. Po këtë bio këto e kitë ashtu edhe dish vetë që e marrush ta. Për sa ku është i gatshëm për konsumim, djathi deles? Për Masi- 40 minuta është gati këtë me tha. Po. E lojmë tani për më pjek, për 7 Sa ditë, pjekë do me për thonë? 7 ditë është gati kë. Për 7 ditë do me thonë është i gatshëm I edhe gati, për më është pjekë. për- Tani vesh e prejnë e qëtë në tepsinë, si du mos që shpëshijet aty nalë, Po. e qesi mu tërë edhe aty, edhe për me qitë në kontë, ta ma Mandej në do të me najt nuja, Po. po edhe kështu. A gjali, apo më tregon ti mu se të pak shliju, qa është shliju për na që se? Dhejnë me qesish një gotë që ashtu kryp, Po? edhe sa ki djath për shumë dhe të ki dhe djath një gotë kryp, Po. edhe e zish ujnë me gjithë kryp, edhe kur ftofët, bukën e ki pas të thy me azër në tegëlla ose në konta, Po. e qesish me kone uji përmi djath edhe me qitë një gur duhet me qitë, ose naj tanera gur, e qesish përmi me kone djathi për fundi, Okej. edhe djathi vjen. Do me thot qashtu vjen. Qashtu. djathi. E sa ko qëndrushmëri, për shembull nëse është 2 vjetërin me qatë shlinë, 2 Do me vjetë, thonë me qatë shlin, djathi deles nuk prishet hiq, Sprishet, a? prishet, mush me andru ujnë prapë, Po. I qesim edhe një barin a kopra, që konë që ti me konë. Në prezeni e përdorë ma shumë, se në Macedonisë për dishin që ka o kopra, që Ky qa është? që kopra me rejës para erë ka. Ja, se di po më pëlqen mu era, për Po qëto e qesim djatë, shitët në prezent kjo. Ah, okej. Mjedhin ata që E punojnë ku me... mirët ky vac? Në prezent, Prizren, Po. po blijet apo? po blijet shitë. Okej, edhe qa bën saksisht ky qëndrueshmërinë? Ja, i jep aromën e djathit. Po se aromën e pat shumë Aromën interesante jep. dhe më pëlqej. Qytetarët edhe në Prishtinë, edhe në prezent e qesim qëto. Apo ma tregon dallimin mes djathit deles edhe të lopës. Djathi i lopës është ma i dop. Ma i dop. Ma i dop. Dhe është ma i nërshëm, edhe është mirë djathi sa del tazën për smuje sheqerit ku shiko, Po. dhe me pak kryp. Do me thot djathi deles për çka ma shumë e marrin, për çka e lypin? A Për- lypin ma shumë për qef a për ilaç? Ma shumë janë të hongër edhe me gjella djathin, qytetarë që janë.
Apo më tregon pak për ata që s'kan konsumu kur, qa është dallimi? A është ma i kripur, a është ma i fort, a ma i butë, qysh? Ja, djathi s'do të me konë edhe shumë i fort, aty që do e terin shumë, po ai on si lastik. Qa po dy siga? Do s'do të me konë shumë i Ja, fort për më. djathi ndryshëm bëhet bashkë për qefi. A gjali, apo më tregon pak ti mu për jetën këtu m'bish? Jeta Kina me diskutu pak. Këtë ki natyrë këtu, a Edhe- vëshet një. Këtu jeton njeri 100 vjetë. Këtu, Jeton njëri 100 100 vjetë, po a ki pan ti në qytet Po. plot kera ka tymi, a i ketë helm është. Ketë helm. Tani jo, po smumi, jo probleme. Jo ti, me s'po jetoj shëndetin. njerëz mo, a ki pa 50 vjeç kur nish veç ka Po. vdek. E pse mendon që ka ardhur kjo? Nashta është pak edhe keq Ketë, ushqyrja dhe- ushqymja ketë veç tash, kjo është. Pat ligjonat, ja japin gjilpan, piqet me njerë, ku ki pa ki ketë me njerë. Djathi du të me konë natural. Djathi, Çdo sen, qumshti, qumshti natyral. perimet, pemt. Edhe Tash ka ndryshu pak koha bat. ka ndryshu edhe ma shumë ki pa në për mish marin, mish bikit, mish me koncentrat janë ata. Nuk janë original. Vesh me marë pesh, e qëta janë këtë kanceros, pat ligjoni kanceros. Po, Se me zërën janë të pe. qesin gjithçka. Ti mjerë në që tondin është qëtër aromë ka. Edhe po pohojmë gjithçka. valla. Qëtër shka, mish barë, ku po është mish fokave. A ti shka janë foka, si qenë ata të zritë Po, po thu që edhe A ku ki mishin pa ti e mësoj. qura qash mish të barë, sa është taj mish i barë. Edhe tani jo, po s'mum, jo probleme që thamë edhe më herët. Pas apo më tregon pak për këtë stan, që so është i vjetër. që Stan, unë jam kohë i vogël, si qaj djali i vogël. Këtu në mas shkollës vishim me migraj dhanga, di që na shfrytëzojshin njëve ti në vakt të shkollës. Është herët, për mi 120 vjetë është. Do më thotë ky stan këtu është Po, për mini që në Po, kanë pas bo flesht, Hajde shumë pak edhe mënyrën. e kanë prish, se janë konë me blokat, krejt janë konë me... Okej. Kene derë tekri qëtu konë dera, kina pas odën e fjeteve, kina pas që kajde do bukë rike senet e di buka, Po. dhe me kosi e këta veçant, o gjak ju konë këni, dhe me bagja djathit të konë, me o gjak me cigla. A ka ndryshu bac koha prej ma herët Ka të saj ndryshu- që ju ka- konë shumë i vogël, për bjerë 7-8 vjetë. 6 vjeç jam konë, 6 vjetë ja ke njësë me umerë prej atë. 6 vjeç me këtu jam konë vjeç. Që koha u konë ma e dashne për para, Ma e doshtë. ma e dashne e kanë desh shoqin, tash të 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 kusha. Kur s'ki shoqniti me dele, me bëni ma bëj, qka të vynë e vata dele? Shket. Bac se ka ndryshu koha, pse menon ti që ka ndryshu koha? Njerët janë ndryshu, jo koha o qaj koha, njerët. Po thu njerës ta. Njerët, a ki po ti tash për Bajram, nuk shon kush, a ki po. As di më. Ka si koha në 82 në Turqi, sa ban punë në aksham shpi, s'ka misafir. Edhe të na qështu ka. Qysh po të bën me uni bac, Marta Alekja? Qysh ka? Qysh po ni eshte? Vallaj s'di, keq, tash nuk ma keq. Kena çdo sent mira, po keq, për para u kon magaze, po ma mirë dashni ka po. Ja kena ditë lezetin Ki shku te kusharit, kena najt te në 2 natës, kur kena shku në fush, ketë bashk. Po. S'kena këshysh, a është e jotja, a është e huja. Ketë kena shku, edhe në qetë në kena shku, dilet. Shkojshin me ranë, te ty, te aj qetë, që ashtu. Pa lek, pa Hajde parë. pak ulmi këto. A gjali, unë e kam një që do me thone festën e deleve. Qysh po ma përshkru në ti festën e deleve? Është qajo, jo, e qeth, nja që po e qushin Po qetë në kena pas ditët qetë neve për para. Mhm. Kena prekin gjardë me edhe pse s'ki qetë ti kena thirë misafir, kana vesh Po. për qetë, kanë najt, kana unë mish, mish kanë pas bëllë. A bëhet Ma ajo betin sot janë, ajo? A bëhet ja, ajo s'bon, sot ajo? Shqipni po bon. Edhe pse s'ka Kalon dele. Shqipëria. Dhe me vak qetë në me blend dele, bëjnë atë adetin e me. Te na ja, ka up. E pse ka hupa o gjitha? Ka up tash mas punve, ketë nga kesa ka. Do me thone ka lo pakonash këtë Nga kesa pjesën e- jeta është e zoshme, a fëshoj tash. Merë ndash 1000 euro, nuk del. Po, nuk Nuk del. del, që vetë jetë po. Nuk del se edhe çmimet janë rrite, e Po ka çdo se ndryshuar. te na hoja është ma e shtën në Po. Kosovë. Do me thonë këtu të na sanet elementore që as bëm pa tu jënë shumë ashtrejt, se Po. sa në është në venet ku rrugat jënë, rrugat minimale jënë 1500 euro. Te na është shtreqi, këtë bilmeta haje, këtë janë shtreqi. Ti ki po 4 euro vesh me shku në gjeptore, shumë. Turqi o ma lirë. Po, do me thonë Turqi ma lirë, këtu të na në Kosovë 4 Te na euro, në 5 Kosovë- euro. Ti a ki po nuk del për 1000 euro, as 10 dit nuk del.
A u konë ma mirë jeta atëherë, a Ma mirë. që shukon, ma që mirë. shë për Ka pas zot shpije, ki ditë. Kur t'ka qu dikun paqare aty, ki me vdik, ki me shku që aty. Po. Sot, ogjë, Sa të të ajtë mara. a menën që ka hu pak edhe respekti dhe Ka dashnia? respekti Për shkak dashni. se kohët ka ndryshu, janë bo njerës Ti pak këshire ma tash individual. ti përmorësh të rritë marton, Mhm. as nuk këshirë baba, as nona, as që. Për një. Tash i kena po dhe kena dëgju besoj. Rallë kanë Edhe- ata, a ki pa vllaznit nuk shkojnë me veti, mytën. Mhm. Mytën vllaznit në me veti. Që është ma e keqja, kena një edhe shumë raste kanë vro nonën e vetë, do me thonë e pasë Që këtu në Restelici ka mytë, pa e smutë kanë. Po. Se Ai këta ka e bo martohen një probleme. gjak, një gjak po martohen. Dy shok ka nona ose ka baba. Do me thonë po, janë... Si në Turqi, ma kesh kishte, në Turqi. Po, Gorone, Po, gorone, po. jo shqiptarë. Tërbesh janë ata, tamam, ta kanë qef me thonë tërbesh, jo goran. Gora thirët vendin nalt, naltësia, edhe ka me të goran. Qështë e qëni ju me ta, për shkak Mirë se janë ato Restelica shumë, është mirë, ofër. mirë. E kom që gafurin, e kom gatë që ta birin, po mirë kale. Po, edhe me Aberdud. Po, qa ka punë, shkojmë një mënë shoqë. Jeni më njëni Po qëta e kina mangat? Po. Ogjë, tash kena, do me thonë jena dëshmitarë dhe faktin që shpo i qojnë prindë në shtëpia të pleqve. Ti qa menën për këtë pjesë? Ja. Pse ka ardhur kjo ditë që me qu prindin që t'ka rritë, t'ka pru, do me thonë Atë ka zhe unë diçka, gratë kanë dalë për para tash. Gratë pe komandojnë burin, burat janë bo qika. princesha për Gratë janë bo mashi. Po thu për shkak që asoja, po unë menoj bas që nuk mundet një gru me detyru burrin e vetë me i qunë është ta prind në shtëpia të Kanë marrë për pleqve. parë po shoh, son si për para gratë kanë punu në fushë, sen, tash s'tan. Tash punojnë, tash gratë, do me thonë i kemna për presidentën e kena pas gru Edhe gratë ma shumë përjetojnë se mashit, se mashit ma shumë ngarkesa janë. A ma mirë që gratë ja ka njës me punu, a ma ketë si pas teje? Ja, nuk ka keq me punu edhe gratë, s'ka dert për ato. Po do se ndë plesh qimë për mende tash, gjina me qunë në damat. O, gjina, se ajtë ka rritë, ajtë ka bon krejtë. Edhe për shë që u prejke dhe me zakonisht. Qasi djemë të ri i kisha prejnë në qafë, unë. I kisha prejnë në qafë. Babën nonën du të me këqyrë në pleshni, ajtë ka rritë. Ka rritë, ka edukut, ka prunë, është Qa ka pas kushte edhe janë konë fukarallak për para, po e kanë rritë, e kanë shkollu. Ka një bërë që ka shkollu. Unë e di shumë vetë që kanë shkollu, kanë kullot lopë, librin në dorë edhe janë bët doktora, se në shumë vetë di. Po, dina shumë raste edhe vlen me u cekë edhe çka duhen me promovu sa ma shumë është. Gjina është pleshtë. Po, gjina, edhe faktin që dikush merret me blegtori se bujqësi nuk do me thonë që nuk mundet me u bon mjek ose nuk mundet me u bon mësus, se kena shumë njerëz suksesshëm që do me thonë prej blegtori se bujqësi si kanë shkollu fëmijën e vet, edhe sot janë doktora, që shëta edhe ti Jeta o zinxhir. Jeta o zinxhir, dikush punon me dele, dikush on doktor, edhe ai ka me jetu. Po. A gjale, sa fëmijë kiti? Sa dush kom. Parti. Qa më boni përshtypje dhe qa më pëlqej shumë është që krejt fëmija tu ta kanë vazhdu Marokun, për thëmë kështu. Po, kanë vazhdu. Qështë një është ti si prind kur nështë prej djallit madhe dhe të fëmija ma i vogël i shet që punojnë edhe i dojnë delet edhe ta Kënaqësion është vazhdojnë. kërë që po punojnë, kënaqësion. Kam qef me punu, mës me konë sakat, me konë i zgjut. On kollaj me bo që përmende djathin, po on zor me shit, me bo masullin në kollaj. Ndash në fush, ndash ku dush. Po on ma zor me shit, du të me konë goja amëll me shit. Po, du të me dit me Jo përshku me menajt malin mu tanë. më rëllëshëm. Unë në kurbana kur shes, pa shit unë që kur s'unë e shet para me. S'unë e shet se unë, se ajtë në ky s'ka marrë për trekti, vetat i ka. Ti më the që unë edhe kur të shë një dele në internet e di që a është smuta. Jo, si ta shë delën të jetë, e di që a është smut, a plak, në trupe në gjatë. Po ta shi rrit me tu edhe rreth 4-5 Për da jetë para, kur jam konë i ri, përvoj. i ri dhe me 18-16, edhe në zonë, në sobe kam diktu cila dele ka pjetë. Në zonë e disha cila dele është. Në blegërim, se për cilë që anë të E këtë mos flas tani që i nje se cilën edhe i din kështu. I nje Flasht e jotja dhe më tha dhe graniti ma herët, tha merre cilin du shkingje dhe që e tha me një tuf në quftë ma të modhen, tha baba e me din tha cili është kingjia. 6.000 copa
Janë konë shtetit atëherë në Boqare, në Progres, që i merë ke shteti atëherë në kohë të Jugoslavisë. Kina pas një kinç që bon një gabim ka shku. Edhe i thash mere 5.000 zgjedhen një matë mirin që kina nërë për Damazlak. Jo që ato pak vezë veseli, kam shku atje, delën lidhën në kërtë kuadre. Edhe si kam pa vesh një kry tak, kinçin e kam pa në midis. Kam shku e kam marrë ata vesh për këshushin aty në thertore. Edhe plot ata plesht, Allah i kohë, kërë kam lëshu delën, qaj kinç. Edhe më kanë qitë një drejt. Do me thonë e ke njoftë. Po edhe i ri jam konë, i ri, si mosha adës. Do me thonë shkurt e Shqip Maroku edhe do sene jënë me të leme, jo me të bleme. Që Marak i kam unë qënt, i kam Marak, po s'kam qef me ngucë me dorë. Gërditna. Po, Delet ki Marak mi po. Delet nuk gërditna, qënt, një, 10, i kam të lësëm, me prej. Pse dhe viti pas këtë lësëm, a? Pse viti? S'kina pas babi babgjysh 10. I ki i do sa për Po jam të mojë si veç, po. se vepi ka shoshni, qënt më spejallë, letë mësohen me 10. Për që atë jam të mojë 2-3. Si ki do me thonë për Si të ka Marak? marrë. Edhe që atë në tomë një dhijë, son është i lashë. Pa i lashë, dhija ka 700.000 smuje. 700.000 smuje. Delja është me laqe. Delja i bekum. A, po, atë flosëm pak edhe te plumat, Që? apo mi shet që ata plumat që i kjas po mi O shet. ti falin një parë. Se më tha graniti me bo mi thonë shit mi a diqka thatë në qoftë mi. Vëllaj ta gjitë bleme që si lule dirit përzime ble e komara. Po. Se s'po ka kush me lishu graniti për lishon një pjesë. Edhe më shetë ma shumë përin. I qes ta gjitë përzim, grit, ati vitamina me pasë më shetë. E pse i ki Marak plumat? Se unë Ka me 8.000. Në intervistën e por i kina po e na ka tregu graniti, po 8.000 qka ka lidhë mas shumë. Qes shumë puna, o gjajem ka pas pluma. Edhe më shke kesh këmër një tas, na kena pas dritin e deleve ati, në magazina. E a i në herë vjetë ke pa drit, me qitë grun, unë e shkojsha e musha tasin edhe këqyrsha u bona Marak si fëmi. Do me do prej që atëherë ti i ki, sa pluma i ki për qefë? Për një 300 janë. 300 pluma i ki, ja? Fjore Edhe këtu ka. prej ty në svitën kur gjohë dhe qimon. Të ke do vem qitë dukat me ple. Dhe me qitë kalamo që me ple. Edhe si ki menën me i he? Ja, si kam. I kam Marak me pa. E për këtë numër ka që ma deleve, apo mund është mu kujdes, apo a ki mene me rita? Ja, si kam mendën me rritë balja, me zvinë ma shumë. Kam bëhun edhe shumë, po ma pak kingja kam zetë. Po. Se dhanë shtypën, a ma pak dhenë ma shumë kingja në zetë. A u letësu jeta heq, tash na e pom, do me thonë që asfaltin ja u kanë pru dhe i këtu. Tha që i ka bon këta. Do me thonë dhe i këtu, Hashim thonë që i ka shtru asfaltin. Tha që i ka shtru dhe në kufit Macedonisë. Se tash ti për njerëzit, unë e di që pas të interviste ka me postë dhe njerëz që kanë me shprejt dëshirë me orë me ju vizitu e krejt, let vinë pa tu, do me thonë. Tha që ju kom baba u kom. Tha që i ka përparu me rrugët me krejt. Unë muj me thonë, me qëfar do kiri mund muj me thonë tanat, po tha që i ka në nëshë. Ramush jo ma luftetar, ma trim. Po për politikë veç Hashim Thoqe, ja? Ja, unë, që di unë, ma mirë e du sa tonë, edhe ka pa me dokshme është. A menon që ka mu lirua, apo një e shkesh? Ska që, që s'po njëna keq me najtë, pëse me najtë, a i në luft u konë. Luft ka dhanë jetën a i, Po. që s'po njëna keq. Për politikat e sotme, qysh po duket zgjedhje për çdo vetë? Për karik. Për çdo vetë, po ka dy herë. Për karik, fjallë. Për karik, Për po karik. thojnë, a? Për karik. A hi me dojnë mo me votua ju? Bëllaj, që di u bo bajat, më fejt. Albin Kurti në dy fjallë, a ju ka një mund, më të reglej ganiti që Hashim thotë që ka orë shumë shpesh to. Ka orë në ka vizitua. Albin Kurti a ka orë në herë me ju vizitu Ja, një ja. po hallet e juja, problemet e... Ja, së fun. As një herë, As një, bo ma ki ka nga kesa atyre, dhe ku për di. Qa me nën për ata që e qujnë baba ato? Shkur 2-3 Ka në fjallë. tyrin bob. Albin Bob. E tiri se je pleshve penzion edhe ka 100 euro, ma ti, për që ta unë të kalë. Për që ata arsye. Për që ato. Që ka në ma e ka 120 euro marim pleshni, pensioner. Po. Jo, be tha që u konë ma baba. Për çka dush u konë? Ka pas po me krejt, ku shkoj keni në Amerikë si krajt. Inshallah liruhet edhe për Inshallah, shpejt ka me liru. Ushtrisë shqiptare. Shpejt ka me liru. Ka qenë paqësure dhe... Ma në luftetarë u konë i ri, u konë... Po. Ka do shumë mund Se dhe shumë... gjithë kush nuk mund me bo luftetar.
Arali, për ata që si dojnë lektorinë dhe bujqësinë, çfarë menimi? Ata se dojnë mas pari vetë vetin. Që se dojnë, lektorin që se dojnë vetë vetin. Te a ki pari një e më shelin hundët, më kom pa te ura gjevris te të cëja ati. Më shelin hundët të shajini ma të pasha jua. Dele është i me lache. I mshelin hundë, do me thonë nuk ja durojnë erën e tyra. S'ka njerë delet e liris. Delet e mshel që rinë mshel, kanë dumë ma të ronë. Se ata janë gjithë ditën tonë vërë dritë e celash. Po. Edhe vjamin e kanë ma të ronë. Ajali, sa vjeqor jem falë? Sa dush thuj? A i ki 50 a ju? Po. I ki, do me thonë, unë po të thëmë kështu, rreth 5 dekoda jetë me dele. Apo më tregon, aja ke pohojrin kësoj puna, ase ke pohojrin? Po e kina, pas jena konë shpi pasunik. A e të s'kina qërë ansi, se kina pas edhe mishtore. Herane, ne i konë fitojshim, ne i konë... Na i konë hopë shumë, që shto shkon biznesi? Po, që si vjetë boni bari 5 euro gjysë. Ne i vjetë ban, ne i vjetë zban. Ka njëherë bën, ka njëherë jo, edhe tash edhe çmimet e dujve janë rritë këgjasi shumë. Po janë rritë, nafta si po yp, me njëherë po ypin çmim. Me njëherë, më gjdo çmim që ashtu. Po 1 euro gjysë kanë kosit veç, nekter dhe me 150 euro kanë marrë. Kanë bo 50 cent një balë, s'ki logari maj sa ki me ble. Du me të pyt kështu pe thëmë, a bën njëri shpi me dele, a s'bën njëri shpi me dele? Nuk bën shumë zëngjin, po mos me lypë kuj ki pare në stop. Me ditë vise. E kombinon Marokun, e kombinon pak edhe me familje pjesën e manë. familje. Shumë pasunik s'bën është, po një jetë kalojsh mirë. Do më milioner me dele nuk bëhesh, po një jetë mirë stabile e bën njëri. Milioner bëhesh me bizniset marë. Me stanë e po ata në desin ma shpes e nga arkesa maron. S'dvyjnë milionat kurse që ki, që banesa që janë të bata, se din vetë vetit. A i kishe shit kejt delet, unë fulla dhe me granitin, tash me i nxejnë, ashta kështu del dhe dejnë 300.000 euro në ashta pasoni. A i shet ti këtu, për me shku me banun qytet, a i kishe shit. Qytet unë e jes pa frim, së më gina frim, që dje kesh frim së në ngisha. Do me thë jem si me qitë sajin krye. Edhe, kur njët si kishe shit? Kur njët si kishe shit, do me thona? Si kishe shit kur njët? Ja, si shes, më ka manë 500 euro në dele. Po, a? Po, në Macedoni, Shqipni. E bac, sa shmimi mesatorin i delet mirë? Delet mirë, Fulla dhe me granitin? 300 euro mesatorja, delet dhe me... Që qatë shumë shumë? E ma të mijat janë zgjerë nëse jam punu në majës gjuhë, kam punu 7-8 vjetë me një dash. 7-8 vjetë. 7-8 vjetë ke punu me një dash? E bac, a është e vërtit që çmimi një dashi mundet me shku 10.000 euro? Ja, rana janë, këtë ata janë, veç propaganda, veç me thonë jam une. Do me thonë s'ko shonë ta 10.000 euro një dash? Dashi maksimum 500, 600, 700, dashi bukurisë. Edhe 1.000 mund me bo, po jo me 5.000, 6.000. Do me thonë 10.000 euro dash s'ki? Ja, s'ka. Tash, une ti ke pos punë me dele, so ka qenë numri ma i madh që ti personalisht e ke pos? Dashi ta? Jo, deleve. Deleve 500 euro ka shku, dhe për para 500 marka dele hypi qmimi. Po, a? Po, hypi rogat furagjive, punëtorve, atër u bëjke 1.200 marka. Punëtor, tani nisën për Itali u shdo konkret, me të mpa punëtor, nisën të Shqipnis janë konë pazanot, si të Kosovës nuk janë konë. Ma i keq i Kosovës të konë ma i mirë. A pe keni problem ogjë me gjithë punëtor? Vada, unë se kam njetë me gjithë punëtor. Njët lovan vynë qështu me mnek masa, si me kom flak. Se do me thonë, a ko njerës t'interesu me ja, nuk janë interesun për me bojizmet. Si kanë maraka? Ja, për shos me zarën të shkë. Me zara. E bac, dishta me të pytë, so e ke shiti dele nëse doshin ma të shtrajt? Kam shit 500, dejnë 700, ma shumë s'kam shit. Dejnë 700 euro, do me thonë jo që a ke pos maraka? Jo, kanë lypë për marra, dish për dele. Për, okej. Edhe vetë kom ble 500, edhe vetë kom ble, për me përzi gjakin. Po. A, dalën kjo dele, qëfar lujt deleve ka? Ruda janë këta. Ruda janë këta. Ata janë kryzume me gjysmerine. Për para gjysmerine janë konë, po kena shti dashin ma të lame, ma të bukur, e kena nëzërë. A më me të pytë cili është dalimi mes zhutave të vokshit që i thojnë edhe deleve rute? Zhutat nuk e bëjnë këto. Zhutat ma nuk kanë jam, mish ma pakan. Po, mish kanë ma pakan. Po, aki pa e lonë leshk në... Po, janë ma ndrysha, ato janë ma shumë... Se bëjnë këtë ven ata, s'bëjnë këtë ven.
Se nështë është pak tereni pak... Jo, nuk o tereni, po A qa? si pëlqen ky vend. Si pëlqen, a? Si pëlqen. Si Do kena më dhe delet e Na kena tij ti, po thoj gjuta, për para bardhoke kena ti. Mhm. Anës Gjakovës, anë i deqen. Bardhoke tash po thënë gjute. Po shumë unë do shok, gjute po. Pas, Ki edhe balushe ti stokit, si balushe. okej, do më thë, po cila është ma e mira për ty? Ma Rrutet gropa. janë edhe për mish, edhe për kinq janë ma Mhm. për Janë ma të mish. mira. Po. Çdo sen që kanë drithin e pastër, s'ka qare vacitomële. Une për fund po du me ta bëj edhe një pyetje. Na bisedu me vojzat e tua që janë shumë të reja në mosh, njëna është 16 edhe tjetra 12 vjeçare, i mjelin, e nxojnë djathin, i këshyrin, edhe qysh një është ti si prend kur e Po sheh. jam gëzime une për ta. Se mësohen edhe me shku në dertu i din, me gatu e këtana di. Me bo gjela, kur s'din ai çka të vyt. Thot që ka qa? Gratë e sotit. Ketë me thoj janë. Këtë me thoja, e s'po dujnë me punu Ja, s'daj në edhe po me... berbat e hazër, me në restoranta, me angër mish bar, me i përshkavi. Edhe me punu në restoranta, duhet pak me pos edhe një rrugë gjatë mirë, se po kushtojnë edhe ato. Kushtojnë. Po pas, ma herët ti, the që mutra tuna, grotë tuna, në këtë më herë, ma shme kam pununa për fushën. Janë qënë saban 5, në 4, kena shku dhe në 12, ku ka pshej, kena i shpi. Kanë punu, në livave, motrat kanë punu të mijat këtë. As ma shqisin në shtu me ta. Kena bës toga. Ma shumë qika a djali? Qikat ma shumë punoj. Qikat punojnë ma shumë, Ma a? shumë. Po të këshyr djali, po dhe të mosht. Djalin e lo ma... Tash du me të pytën e pak, se më lindi edhe një pytja, a kemi lonë qikës hisa, as kemi Ma lonë? shumë se djalit kom. A i sigur? Sigur t'jave. Do me thonë, I duun e qikat shumë. i dojnë edhe I do. poshë dhe Edhe dashin tonë. fmit i du fmit. Do me thonë shkurt e shqip ma shumë se djallit e ki menën qikës me i lonë hise, Ani pse unë dertuj, po du të me vonë. do të me dhonë se të ke fundit patos s'kim gjallë janë ma të dhemshme, Djalli janë ma mashkull, emocionale. dhe të përparol vetë. Ku ka pa E djalli? qa menon për ata prind të cilët tu i paske edhe plumë ata? Po i kam zojt, i kam prupe ati, ma natyra post. Qa menon për prind që zakonisht i bojnë këtu ndallimet mes qikës mes djallit, zakonisht pula pak edhe me granitin që kur t'len djall qesin pushke, qesin alti. Aj, budallaki ju ka. Jo, be ka në i qik ma e zgjutë se djemë të është. Ka në i qik del ma i zgjutë. A ki Edhe pa të- një del i men që më shpi, i përparon këtë vlaznit. Këtë nuk janë njësoj. Ka ndryshu mentaliteti pak me qitë push për djall, do të me qitë pushke edhe për Ja, qika. be tash, ma shumë qika janë të le, a ki po. Ma Ma shumë qika janë se djemë. Një qikë sa 7 djemë, valla, Po. sakt. Edhe ti na dëshmojnë mas mjeti me vojzat e tua që i ki shumë Ja, unë e punëtore kam dhe që i marat ki punëtore. kra për gjithë shka. Edhe i dune, për kështu e i du fëmit. Bat, një njeri që su konë kur mbjeshk, qysha e kishe, edhe kam e këshyr për herë të parë në ashta këtë intervjist, qysha e kishe përshkruj jetën mbjeshk, jetën natyrë këto, largë gjithë shkaje. Jo, be këtu është natyra mirë edhe ai që me arë sefte këtu, nuk donë me të shku ai poshtë mo. Zdojnë me dojnë. S'donë me shku, do të natyra gjelbërim, qetësi. Arrijet pa internet as rijet. Sërijet pa internet, tash i nga mësu TikTok apo këshiri. A, do me thonë në spio rrijet, a? Po, kam pas me qita tonë si satelita, që ka po di. Puna të regoj dhe Edhe në metëm, hajtë anë, hajtë këni metëm. Metët pa që pa e qëtë një edhe ato, Po, me dhe e qetë në edhe ato. televizor edhe... Që ka përna vinë televizor, po telefonat me pas. A, do me thonë telefon, krejt i kiq ato, me TikTok e me Po, me krejt. TikTok. Batë që po menën ti për rjetët sociale, mas e qelëm këtë tim, po du një mesazh që ta shkit rinin i kina për rjetët sociale. I kanë lonë me pune me krejt, Po. po menojnë që veç TikTok-u qatë me hongër. Ja, qëtë me angër, pa punu s'ka. S'ka, rini, si s'punojsh, në presh një kur që së në ndash. Rinia e bon këtë punët. Ja, janë mësu hazër për rinë. Hazër për Po presin sociale, shteti jonë i keq. Pi qatë dështesa. I le aty, këtë punë është i një. E pëse, apo këto është jashtë ata këtë kur vinë sakat. Ti ngo kanë këtë dullit, se pash kur gjërë njën. S'ka faj se... Batë, djali ytë ka qenë mërgjem. Po, kanë. Kur vendusi me shku, që shunive. Ta shkon një kësire njërë, unë e kam... Do me dojë po të besimin të që Unë kam s'monet kërku ata krejt. Mm.
S'ka ti pa punu më pa ushtellësh edhe. Qa menon ti për jetën mërgjema, ke pos në herë dëshirë me lanë Kosovën Ja, edhe se me kam shku pas jashtë? një atë kur më shkuja. Kur s'ka pëlqyja? Kështu kam shku për qefa, Mhm. se kam pas marak me punu në shtetet jashtë. Asnjëherë. Asnjëherë, nuk kam E pas. qa menon për rinin që i ka shpros me katune, me qytete, me krejtë dhe Shket e kanë lo këtë vend? Keq për ta. Mhm. Po edhe këtu në Zvicër me punu. Edhe këtu po thua Zvicër, a dish me Zvicër, punu me biznis. a nxjerr njëri një rrugë në ashta që Po mos ma të shumë e postë nxerë, ti nevojë? këshyre këtu shka janë këtë pasunika janë bon. Po thua, me Po. një rrugë të Kosovës. Me një rrugë Kosovë në biznis e punon e mon... Dikush din edhe me majtë porën. Bac, ti më the që ka njëherë kur pishot do të full gjithë shka, do dhe po rajnë për Janë pjesën të e rajnë të vetë bletërisë. mjero dash, ku ka dash. E livdohet i jo që ka që përëndim, kur të vinë pare s'ka t'ja, ki pa t'jashtë, Po. ku vinë një kafe s'ta qesim. Je Na rrugë, apet qesim, na jena ma të qesim, ata eq. Mhm. Punën gjatit në baushtela atje edhe kërkëshirë. Baca, është e vërtet, tash të ti i ke ndjekeve intervistat edhe Po. këtu i ke po, pak edhe kolegët edhe krejt kjo. A menon ti që njeri nxjerr me këtë numër në ashtat sot e ki 50.000 euro të poqanve, pasi me- nxjerr? Me dash e nxerish me këtë numër. Me? Me dash e Me nxerish. dasht, okej. Me shti delet me pjellë 2 herë, nxerish. Se 100 kinja bëjnë 20.000 euro. Po. Ka 200 euro së për logariti, se ka 250. E qysh është qajo taktik që po thu ti i shtin delet me I shesh ma pjellë shumë, dy pak i herë? qesit gronë ma shumë a kalamaqa. Do me thonë ato lindin në Po, dy marrin herë. dash edhe prap pjellin 2 herë, që të mija janë për s'dy herë me pjellë tash. Fund Do shtatorë. me thonë 2 herë me të lindë dhe 100 delet. kinja do të 20.000 ashtu? euro nuk po pak për vitrin. Jo, la so pak se dikush tjetër nuk mundet mi nxjerr që Po ka i smet flet lipin këtu. kinja jo me najtë Mhm. azër, ne janë bënë të matë dopë, ne janë bëjnë dyshe me do veqe. Po, po. Po, të pak të naqë. Jo, Apo delet- më full pak e... Po, falj. Delet e mija nuk e lonë, edhe dyshe që i bëjnë nuk e lyp, pa gjetë edhe qetin nuk. Do e shtinë për boksa. Na Po. thëjmë burge, ka me të burge boksa. Ata e majnë ka 4-5 ditë, unë si shtikur. Ja, si ta lipin dele, se aron. Rallë është në janë e reje që Po. janë. Ja, aron. Ogjë, apo më full pak për fund për Marokun tënë, a i kima marak plumat, a i kima marak delet? Ma shumë e kom pas plumat, Ma mara. shumë plumat, a do me thonë për kundër fakti që s'fiton Se jam sen? konë marak ishën dele unë në një. Po, a? Po, se jam konë marak, po masën e mas qenë hajtë në qenë marak. E la shkollën, e kom krynë me medicinën, në fakultet s'kom vazhdu. Okej. Edhe nisa mas qenë me dele, hajtë tu i marak, edhe mo. Tani mos të në shkëpute për Ja, tine, mo, po ketë më kanë thonë këtu që- janë është një ajut e por. Po, te fëmi, kom pas. Sa janë mi kanë myte, mi kanë ekë, unë e prapë. I kom pas. Edhe s'po te kanë këta, Ja, do me si. thonë. Atë njohin se nuk pe di tash me pluma sun ka rofër. Ja, kam pas edhe asi pluma, si ma në gjilan, aty që silën me metraj. Po, tash jam të majtë. Se? Se ata lipin Ah. me ushtru për ditë. Po, tani s'ki edhe ku, S'kam normal, kohë. se punte... Se ata janë sjellët me 120 metra, Mhm. 150, du të me qu ata si zoj. Ogjë, fulin shumë për sfidat, për jetën, për krejt, po edhe për fund, po du me përmbyll me një mesazh qa kështë dosht me i thonë krejt atyre që shikojnë këtë intervistë. Inshallah e shojnë këtë që shtu me të mira. Mm. Qa me thonë? Edhe a i bjen ma mirë me nejtë në vend veta me Ma mirë është vend mërkimin. vetin me najtë. Mos të presin azër dhe të grajnë punës. Po, Jo azër me najtë në kafi që të pika 10 kafe 20, po dhe qohë sabat në punë. Se janë të punu ma. po thua, Ja, s'po punojnë mos ja, që kam shkeni marrë punu në edhe rinjë ju. unë e 50 euro jepja ditën zvin. Zvin. A, do me thonë, i ke ofru dhe 50 euro... Ditën s'ka Ditë dhe edhe s'ka. 2 orë punë. Me bajt balla që bare, zdaj. Zdaj me u plënu. E pse s'dojnë me u plënu? Jam su lesh me angër. Me mashtru se merë pare pe ati më si e pare. Onë që shto djali mirë. Pas pa filtra, ke full. Me mashtru, merë uak, nuk t'i këten kur. Bas, falenderit shumë. Faleminderit edhe për juve. Falenderoj shumë. Edhe unë po du me i përshëndet krejt ata që na kanë shikuar këtë intervistë, pas ke shumë derë dhe knaci me diskutu edhe falenderit që na i hap dyert e Faleminderit edhe stonit prej te. juaj me fol për gjithë shka, për krejt punë që bëhen këtu.
Edhe na ju përshëndesum bashkë me familjen Shantiri, me Odën, Afërditën, Granitin edhe Bacenalin.